Një ditë para protestës së thirrur për të mbajtur para parlamentit, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari vlerësoi reagimin e policisë gjatë tubimeve të fundit, duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës dhe organizatave të ndryshme vendese dhe ndërkombëtare për jo proporcionalitet të forcës së përdorur nga policia. Lamallari e konsideroi këtë të fundit si shembullore. Me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, sjellja në fakt ka qenë shembullore, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike. Policia e shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin. Në daljen nga mbledhja e qeverisë, ministri bërë të ditur dhe vendimet e marra të cilat kishin në qendër familjet efektive të rënë në krye të detyrës apo edhe vetë efektivet e plagosur. Paketa në fjalë parashikon ndihmë të menjëhershme financiare deri në 10 paga mujore bruto për familjarët e efektivëve të ndjerë, pension familjar suplementar, bursa të plota arsimore për fëmijët në arsimin parauniversitar dhe të lartë, si dhe punësim me prioritet për familjet e tyre, por edhe zgjidh problemin e strahimit. Banesat falas për familjarët duke përfshirë bashortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekwestruara dhe Konfiskuar. Nga ana tjetër, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi bëri të ditur se Shqipëria po vijon përgatitjen për të marrë pjesë në mision në Gaza, si pjesë e bordit të paqes, fillimisht nëpërmjet oficerëve. Javën që vjen, më shumë të marrëdhënë Këshilli i Ministrave vendimin. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuar, do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Për samitin e NATO-s që do të mbahet në vendin tonë nuk ka ende një referencë kohore. Samiti do zhvillohet në Tiranë, a do jetë në vitin 2027, a do jetë në vitin 2028, kjo është çështje që do vendoset nga Aleanca. Në moment që do bëhet e ditur data kur do zhvillohet samiti, aty do fillojnë edhe marrja e masave për angazhimin. Por pavarësisht kësaj, Nufi theksoi se është ngritur një task force që po merret me organizimin e samitit.